Një ngjarje e rëndë kriminale ka marrë një përfundim të ri pasi Ilir Beqaraj është dënuar me 24 vite burg për vrasjen e Gentian Bejtjes. Sipas dosjes hetimore ka rezultuar se personat e armatosur pasi kanë kaluar rrethimin e jashtëm të banesës së Gentian Bejtjes kanë hyrë brenda oborrit dhe kanë qelluar disa herë me armë zjarri, ku si pasojë të shtonave ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Pas shumë ngjarjesh kriminale, vrasje që për disa vite me radhë ndodhnin nga jugu në veri, të gjitha rrugët e çonin policinë e shtetit drejt Fushkrujës dhe zonave përreth. Për krime që ndodhnin aty, por edhe për krime probat e të cilave fshiheshin po aty. Duket se her pas here rrugët e ngjarjeve të rënda që ndodhnin në çdo skaj të Shqipërisë kryqëzoheshin atje. E në fakt ashtu rezultoi edhe nga bisedat e skaj që u zbërthyen vitet e fundit nga SPAK, që zbuloi edhe aleancat e krimit. Atje digjen makina e armë të përdorura në vrasje, her pas here atje rekrutohen të rinj nga grupe kriminale për të realizuar vjedhje për të gjetur armë e madje edhe për të vrarë. Ndodh që shumë ngjarje atje mbeten pa autor, të paktën pa autor të provuar, pasi në fakt janë të njëjtët eksponent, emrat e të cilëve dalin në skenë pas çdo ngjarjeje kriminale. Shoqërohen e lirohen për mungesë provash, ashtu sikurse edhe Durim Bami, vëllai i tij Valter Bami, Marklen Haka, por edhe Gentian Bejtja që u vra 15 marsin e vitit 2024. Por banorët e këtyre zonave zgjedhin vetë hallet e tyre. Ndër vite, ata kanë preferuar vetë gjyqësinë. Policia i ka vizituar shpesh, por po aq shpesh është kthyer mbrapsht ashtu siç ka shkuar. Banorët e fshatrave përreth Fushkrujës janë stërvitur ndër vite që problemet t'i zgjidhin pa shtet, por mes njëri tjetrit, dhe rezultatet flasin vetë. Atentate që herë dështojnë e herë pas here vrasin të pafajshëm, ashtu siç u vra gabimisht halla e Marklen Hakës në Nikël, edhe më 4 korrik 2023, u vra kunati Gentian Bejtjas në Larushk e u plagosën djemtë e tij të mitur, 13 dhe 10 vjeç. Policia për shumë kohë numëronte gëzhojat e makinat që digjeshin, shoqëronte të njëjtët personazhe gjithmonë që përfundonin sërish duke u lënë të lirë, e rezultati ishte po i njëjtë. Hesape të vjetra që mbyllen e varre të reja që hapen, madje në ndonjë rast dikush edhe pse mendohet i vdekur, as varr nuk ka. Ndërsa sot, duket se gjërat kanë ndryshuar, bisedat e zhvilluara në skaj bën që SPAK tashmë të ketë emra konkret autorësh që kanë porositur vrasje, që kanë kryer krime e që kanë bashkëpunuar për të zhdukur provat, madje edhe kufomat. Ekspozimi më i madh i grupeve të Fushkrujës ishte në vitin 2013, atëherë kur u arrestuan Enver Stafuka dhe Gentian Bejtja në lidhje me atentatin ku mbeti i vrarë kryekomisari Dritan Lamaj. Bejtja qëndroi pak kohë në qeli dhe u hetua në gjendje të lirë, e pas një kohe pak më të gjatë në burg, u lirua edhe Stafuka. Por pas këtij momenti, gjërat nisën të ndryshojnë, ndërsa shkëputja përfundimtare ndodhi pas një atentati që ndodhi më 5 janar të vitit 2015, kur u qellua ndaj Emiliano Shullazit e Gilmando Danit. Një muaj më vonë u rrëmbye dhe rezultoni zhdukur ende sot të kësaj dite miku i Bejtjas, Enver Stafuka. Kësaj ngjarjeje grupet e Fushkrujës u përçan përfundimisht e atentatet në dy krahët e rrugës nacionale mes Niklës e Larushkës nuk do të mungonin. Historia më vonë do të tregonte se në fakt gjithçka ishte pasojë e ngjarjeve ku vetë ata ishin përfshirë në mos drejt për drejt, në forma të tjera që i bënin po aq përgjegjës, aq sa nisën të përfshihen edhe në aleanca të fuqishme me grupet më të mëdha kriminale në vend. E duket se gjithçka sillej rreth Durim Bamit, pa çka se nuk u arrit të provohej asnjëherë ligjërisht, ai u përfol për disa nga krimet më të rënda që ndodhen vitet e fundit. Ashtu sikurse edhe për vrasjen e Gentian Bejtes më 15 mars 2024, për këtë ngjarje tashmë u arrestuan 3 persona, Ilir Beqaraj e Edison Haxhiu, që u prangosën vetëm disa ditë pas krimit, dhe Flodian Plaku, më shumë se një vit pas vrasjes së Bejtes. I konsideruar si një personazh me rrezikshmëri të lartë i dyshuar për krime brenda dhe jashtë vendit, Plaku u arrestua gjatë operacionit të koduar Eterna. I njohur edhe me 2 emra të tjerë, por edhe me pseudonimin Pole Qorri, ai po mbahej në vëzhgim prej disa ditësh nga forcat operacionale, pasi ishte shpallur në kërkim për vrasjen e Gentian Bejtes më 15 mars 2024 në Larushkë të Fushkrujës.
Duke mbajtur në vëzhgim personat që ndihmonin teksa i shmangej drejtësisë, policia ra në gjurmët e tij më 3 gusht 2025 dhe e arrestoi. Gjatë ndërhyrjes policore në hotelin Kufshiej së bashku me Flodian Plakun, u kape dhe Julian Aliaj alias Julian Pashaj, 43 vjeç, i cili gjatë operacionit u kap me një armë zjarri pistolet dhe një krëhër me fishek, por edhe 3 persona të tjerë që i kishin ardhur në ndihmë gjatë arratisë. Nga hetimet, rezultoi se Albano Lapshi, 36 vjeç, banues në Vlorë, Armandoi Dano, 31 vjeç, banues në Vlorë, dhe Ligor Doko, 57 vjeç, banues në Tiranë, kanë ndihmuar në strehimin, komunikimin dhe lëvizjen e të kërkuarit për vrasje. Ata u arrestuan në flagrancë për veprën penale për krahje e autorit të krimit. Njëri prej tyre ishte personi që i dërgonte ushqim në dhomën ku strehoi, tjetri ishte pronari i hotelit ku edhe u arrestua, ndërsa personi i tretë për të cilin gjykata vendosi masën detyrim paraqitje ishte berberi, nga ku edhe u ndoq derisa u arrestua. Më 15 mars të vitit 2024, rreth orës 16:25 minuta në sallën operative të komisariatit të policisë Kruj, është dhënë njoftim se persona të pa-identifikuar kanë vrarë me armë zjarri në oborrin e banesës së tij, Gentian Bejten, në fshatin Larushkë të Fushkrujës. Menjëherë pas marrjes së njoftimit është formuar grupi hetimor me oficer të policisë gjyqësore dhe ekspert të kriminalistikës. Pas kryerjes së veprimeve të para hetimore dhe proceduriale, ka rezultuar se personat e armatosur pasi kanë kaluar rrethimin e jashtëm të banesës së Gentian Bejtes, kanë hyrë brenda në obor dhe kanë qelluar disa herë me armë zjarri në drejtim të tij. Për pasojë të shtënave me armë zjarri, ai ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes brenda rrethimit të banesës afër murit jugor është gjetur kufoma e Gentian Bejtes. Brenda këtij rrethimi është konstatuar një ser plastmasi që ndodhej disa metra larg kufomës ku e gjetën, fiksuan dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 16 gëzhoja të kalibrit 7.62 mm. Gjithashtu, në pjesën e jashtme të selës, afër hyrjes, u fiksuan në cilësinë e provës materiale 2 gëzhoja të tjera, si dhe një foto e një personi të seksit mashkull i pa identifikuar. Pak minuta pas ngjarjes në rrugën Dytësore, në fshatin Hasan Fushkruj, është konstatuar duke u djegur një automjet. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat kanë konstatuar automjetin Land Rover me pamje të parë pa targa i djegur plotësisht. Gjatë këqyrjes së këtij automjeti u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 4 armë zjarri Kalashnikov. Pranë këtij automjeti në pjesën e përparme në tokë u gjetën dhe një targ AA 281 VG. Në pjesën e pasme të mjetit në tokë u gjetën 2 pjesë targe të dëmtuara si rezultat i zjarrit në automjet, ku dallohen numrat dhe gërmat 81 VG. Nga verifikimi në sistemin i gjoba, rezulton se targa AA 281 VG i përket automjetit me ngjyrë të bardhë, të cilat ishin kallëzuar të vjedhura më 25 janar 2024 në komisariatin nr. 6 në Tiranë. Mjeti i gjetur i djegur në fshatin Hasan është transportuar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë dhe nga rikëqyrja e tij është përfituar numri i shasisë. Nga verifikimet në sistem rezulton se automjeti Land Rover me ngjyrë të zezë është kallëzuar i vjedhur më 7 gusht të vitit 2023 në komisariatin e policisë Shkodër. Gjatë rikëqyrjes së këtij mjeti të djegur në pjesën e brendshme të tij, u gjetën të shpërndara në formë të çrregullt 20 gëzhoja, 15 predha të kalibrit 7.62 mm të dëmtuara, deformuara dhe mbuluara nga bloza, si pasojë e temperaturave të larta gjatë djegjes së automjetit. Ndërkohë, në ambientet e Institutit të Mjekësisë Ligjore Tiranë është bërë këqyrja e kufomës së Gentian Bejtes dhe në trupin e tij kanë konstatuar 30 plagë të shkaktuara nga armët e zjarrit. Pra, si rezultat i këqyrjes së vendit të ngjarjes, këqyrjes së automjetit dhe këqyrjes së kufomës, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 71 gëzhoja, 17 predha, 4 armë zjarri, automjeti dyshuar që është përdorur nga autorët në vend ngjarje, si dhe prova të tjera.
Në lidhje me ngjarjen janë pyetur në cilësinë e personit që kanë ndjeni për rrethana të dobishme për hetimin disa persona, mes të cilëve edhe Gani Bejtja, babai i Gentian Bejtes, Gani Bejtja, babai i viktimës. Gani Bejtja deklaroi në atë kohë se i biri kishte 10 ditë që jetonte në shtëpinë e tij në fshatin Darushk. I pyetur në lidhje me dyshimet e tij për autorët e ngjarjes dhe konfliktet që ka pasur djali i tij, Gani Bejtja ka shpjeguar se nuk ka dyshime mbi autorët e mundshëm dhe se nuk është në dieni të konflikteve që ka patur djali i tij. Grupi hetimor ka marrë në pyetje edhe Armida Bejten, bashkëshorten e viktimës, e cila ka qenë dëshmitare e ngjarjes bashkë me fëmijët. Madje ajo ka deklaruar se një nga autorët i ka mbajtur të bllokuar atë dhe fëmijët dhe 2 të tjerët kanë kryer vrasjen e bashkëshortit të saj, Gentian Bejtja. Armida Bejtja, bashkëshortja e viktimës, ka deklaruar se bashkë me Gentianin kanë dalë nga banesa e Vjerrit dhe kanë shkuar në banesën e tyre që ndodhet vetëm disa metra larg. Me vete kanë patur edhe 2 fëmijët. Gjatë kohës që bashkëshorti ka qenë duke ujitur disa perime që kishte kultivuar në një ser pranë banesës, Armida ka vënë re se kanë hyrë 3 persona të armatosur. Njëri prej tyre më ka mbajtur të bllokuar mua dhe fëmijët, ndërsa 2 personat e tjerë kanë qelluar me armë automatike në drejtim të bashkëshortit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në lidhje me autorët e ngjarjes, ajo jep një përshkrim të përgjithshëm, por nuk mund të identifikojë asnjërin prej tyre. Gjithashtu, Armida Bejtja nuk ka ngritur dyshime apo të ketë sqaruar për ndonjë konflikt të bashkëshortit të saj. Këto breshëri plumbash u shkrepën nga 3 kalashnikov në fshatin Darushk të Krujës. Vetëm 15 minuta pasi kishte kaluar mesnata e kishte hyrë 4 korrikuj 2023-shit, një makinë nga ku zbritën 3 persona, u sharrua nga të paktën 30 plumba që nuk kursyen as 2 fëmijë të mitur, 13 dhe 10 vjeç, ndërsa daja i tyre mbeti i vrarë. Objektivi në fakt ishte Gentian Bejtja, pas 2 atentateve të mëparshme ku ishte plagosur. Në atentatin e 4 korrikut ishin djemtë e tij të mitur që paguan për të. Ata u plagosën, madje djali 13 vjeç për orë të tëra luftoi me vdekje në sallën e operacionit të spitalit të traumës. Një operacion i u nënshtrua të nesërmen dhe djali 10 vjeçar, ndërsa kunati i tij, Ramazan Sino, 29 vjeç, mbeti i vdekur në vend. Ai ishte bërë baba pak muaj më parë dhe prej disa vitesh ishte i punësuar si shofer në prokurorinë e apelit Tiranë. Sipas policisë, Sino u gjende rastësisht mes breshërisë së plumbave, njësoj si 2 nipat e tij të mitur. Gentian Bejtja kishte 10 ditë që ishte kthyer në Shqipëri. Udhëtonte e qëndronte shpesh jashtë vendit, kryesisht në Suedi e Norvegji, ku kishte kërkuar edhe azil, bashkë me gruan e 4 fëmijët, por ishte refuzuar. Informacioni për kthimin e tij ishte përcjell me shpejtësi tek kundërshtarët. Ata u vunë në lëvizje për ta eliminuar. Në atentatin e 4 korrikut 2023, dyshohet se ka marrë pjesë 3 persona. Pas një sinjalizimi të gabuar se Gentian Bejtja po kthehej me makinë në shtëpi, ata kanë ndjekur lëvizjet e objektivit të tyre deri në momentin që kanë vërritur pranë banesës. Sapo kanë zbritur nga mjeti brenda oborrit, ndaj tyre u qellua me breshëri plumbash. Në vend ngjarje janë gjetur dhe sekuestruar mbi 30 gëzhoja Kallashnikovi. Pas krimit, autorët janë larguar nga vendngjarja duke i vënë flakën makinës, bashkë me 3 Kalashnikovët brenda në fshatin Tapiz, rreth 6.4 km larg vendit të ngjarjes, distancë që përshkohet në më pak se 10 minuta me makinë. Si gjithmonë, në atentate të tilla, makina rezulton e vjedhur. Zyrtarisht, policia tha se ka shoqëruar 3 persona për t'i marrë në pyetje, në cilësinë e personave që mund të kenë ndjeni për ngjarjen. U shoqëruan 2 vëllezërit, Durin dhe Walter Bami, si dhe Marklen Haka, emra që në fakt janë të parët që policia liston për t'i pyetur sa herë që ka ngjarje, kryesisht në hapësirën mes fshatit Nikël e Darushk. Megjithatë, siç ka ndodhur edhe më parë, disa orë pas shoqërimit, ata u lanë të lirë. Por 24 orë më vonë, policia arreston Walter Bamin.
Pas aktit e ekspertimit kimik për faktor plotësues, rezultoi se 39 vjeçari kishte qelluar me armë zjarri. Në dorën e majtë të tij, ekspertiza konstatoi gjurmë baruti, çka fakton se ka kryer qitje me armë zjarri. Disa orë pas urdhrit të lëshuar nga Prokuroria e Tiranës më 6 korrik, rreth orës 20:30 në fshatin Greps të Niklës, është lokalizuar, kapur dhe shoqëruar në ambientet e policisë së Tiranës, Valter Bami. Por heqja e lirisë së Valter Bamit zgjati vetëm disa muaj. Në janar të vitit 2024, ai u la i lirë pasi gjykata e Tiranës ndryshoi masën e sigurisë duke e lënë në arrest shtëpie. Por në atentatin e katërt ndaj Gentian Bejtes, atentatorët e arritën qëllimin duke e eliminuar. Në vijim të veprimeve hetimore është ushtruar kontroll në banesat e shtetasve Marklen Haka, Fatmir Koçi, Gentian Bejtja, Valter Bami, Vat Caka, Albert Sinanai, Shefqet Kullaj, Gazmir Saka dhe Fatmir Bami. Gjatë kontrollit në këto banesa janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, konkretisht në banesat e shtetasve Gentian Bejtja, Fatmir Koçi, Marklen Haka dhe Valter Bami, për të cilat është marrë vendimi për ekspertime kompjuterike. Nisur nga historiku i mëparshëm, ju morën deklarime pothuajse të njëjtëve persona, mes tyre u morën në pyetje edhe Valter Bami dhe Marklen Haka. Valter Bami më 15 mars 2024 jam larguar nga Shqipëria për në Kosovë e më pas kam udhëtuar me avion për në Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku kam qëndruar së bashku me vëllain tim, Durim Bami. Kur ka ndodhur ngjarja, unë kam qenë në Dubai dhe jam informuar nga bashkëshortja ime që më ka njoftuar se në shtëpi kishte shkuar policia dhe po më kërkonte për deklarim. Janë administruar e kqyrur pamjet filmike nga subjekte të ndryshme private për gjatë gjithë itinerarit që dyshohet se kanë përshkruar autorët për t'u afruar dhe larguar nga vendi i ngjarjes. Nga kqyrja e pamjeve filmike të administruara nga subjektet private në rrugën kryesore që lidhet me rrugisën që të çon në banesën e Gentian Bejtjes, rezulton se në orën 16:14 futet një automjet me ngjyrë të zezë, i cili qëndron rreth 2 minuta. Në orën 16:16 ky automjet largohet me shpejtësi, duke dalë në rrugën kryesore dhe duke lëvizur në drejtim të mbikalimit të fushkrujës, ku më pas automjeti i autorëve të dyshuar del nga rruga kryesore duke u kthyer në fshatin Hasan, vend ku më pas makina është djegur. Në vijim, nga të dhënat e siguruar në rrugë operative, dyshohet se autorët, pasi kanë djegur mjetin në fshatin Hasan, janë larguar me një automjet Golf me ngjyrë të zezë pa targ në pjesën e pasme. Nga kqyrja paraprake e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë, është konstatuar se afër vendit ku autorët kanë djegur mjetin, shfaqet duke qarkulluar një automjet në dukje i markës Golf me ngjyrë të zezë pa targën e pasme. Nga verifikimi i pamjeve të tjera, është arritur të dallohet targa e parë e mjetit AA960GG dhe nëpërmjet saj janë nxjerrë të dhënat e mjetit dhe numri i shasis. Ka rezultuar se ky automjet është larguar nga autostrada Thuman Fushkruj. Ka dalë në mbikalimin e fushkrujës, është kthyer djathtas për në drejtim të urës së Gjolës, në drejtim të fshatit Bupq, Ishëm. Grupi hetimor ka sekuestruar edhe pajisjen në shtëpinë e Antigona Brahimit, e cila është motra e një prej të dyshuarve të ngjarjes, Ilir Beqarajt, por edhe bashkëshortja e Rohan Brahimit, i vrarë në Athinë më 9 maj të vitit 2024, vetëm pak javë pas vrasjes së Gentian Bejtes. Nga verifikimet në sistemin Teams, rezulton se Flodian Plaku është regjistruar në hyrje për herë të fundit në Republikën e Shqipërisë më 15 prill 2024 nëpërmjet pikës së kalimit kufitar Rinas dhe është regjistruar në dalje nga territori shqiptar në 25 maj 2024 po në Rinas. Gjatë hetimeve, janë zbuluar të gjitha udhëtimet që Flodian Plaku, por edhe persona të tjerë pjesë e kësaj dosjeje, kanë kryer nga Shqipëria drejt destinacioneve të tjera, kryesisht drejt Dubait. Rezulton se të gjitha biletat e avionit janë rezervuar në një agjenci udhëtimi në Lezhë dhe pagesat janë kryer me kartë. Sipas verifikimeve, Flodian Plaku më 14 prill 2024 ka udhëtuar nga Rinasi në drejtim të aeroportit Nikola Tesla në Serbi, ku ka qëndruar 11 orë dhe është kthyer sërish në Rinas. Më 25 maj 2024 ai ka udhëtuar nga Rinasi drejt aeroportit Ataturk në Turqi.
Biletat e udhëtimit rezulton të jenë marrë në lezhë dhe pagesa është bërë me kartë krediti. Në këto udhëtime, plaku ka qenë i pashoqëruar me persona të tjerë. Është bërë verifikimi i numrit të telefonit ku bëhej rezervimi i biletave në agjensinë në lezhë dhe ka rezultuar i regjistruar me emrin Dona Adushi. Në të njëjtën agjenci janë bler bileta edhe nga Klajdi Lita, person në pronësi të cilit ishte njëra nga makinat me të cilat ka lëvizur Edison Haxhiu dhe rezulton që ai në disa raste ka shoqëruar në udhëtime dhe bashkëshorten e fëmijët e Roan Brahimit. Ky person më 1 mars 2025 ka udhëtuar nga Tirana në Dubai, ndërsa pas 4 ditësh më 5 mars 2025 është kthyer nga Dubai në Tiranë. Rezervimi i këtij udhëtimi është bërë në agjencinë e lezhë dhe pagesa është kryer me kartë krediti në shumën e 1.110.25 euro. Janë verifikuar edhe disa udhëtime të tjera të tij nga Dubai në Tiranë, nga Turqia në Malaga të Spanjës dhe ka qenë destinacioni përfundimtar. Në këtë udhëtim, Klajdi Lita ka qenë së bashku me Antigona Brahimin dhe 2 djemtë e saj, fëmijët e Roan Brahimit. Më pas janë zbuluar edhe udhëtime të tjera në Dubai, Turqi dhe Austri.